Janë deklarata dëshirore të zotrit Kurtit, pa dashur që të përballet me realitetin, ajo që ka kërkohet edhe si pjesë e vendimarrjes politike, siç duket, ndoshta është e përsëritur, por kjo është logjika e lëvizjes së vetëvendosjes. Imponimi, diktati, ashtu siç funksionojnë brenda partisë vet, mendojnë që duhet edhe gjithë skena politike ose subjekte tjera t'i nënshtrohen. Kjo është e papranueshme, nuk ka logjik. Këtu nuk jemi për dëshira personale dhe ambicie personale të individëve të caktuar. Këtu jemi për t'ju shërbyer qytetarëve dhe për bërë zgjidhje për formimin e institucioneve të reja të Republikës së Kosovës. Pritshmëritë e juaja për seancën sot? Nuk ka pritshmëri, nuk ka asgjë pritshmërie, vetë deklarimet e zotit Kurtit tregojnë që ai nuk është interesuar për formimin e institucioneve të reja, ashtu siç nuk ka qenë interesuar 4 vite të marrë përgjegjësi dhe të jetë tamam kryeminist i Republikës së Kosovës, më shumë ju ka shërbyer militantëve të Facebookit, dhe kjo është edhe gjendja edhe ekonomike, por edhe në përgjithësi edhe integruese e Republikës së Kosovës fatkeqësisht me këtë qeveri e cila do duhet ishte me dorëheqje, por nuk e di ma janë deputet apo janë ministra apo kryeministra. Ne nuk jemi këtu për të sfiduar, ne jemi këtu për të bërë zgjidhje. Këtu lojë fjalësh, po e them edhe një herë, këtu janë të dëmshme edhe për vetë procesin. Nëse ai ka gjatë ne, pse nuk e zgjedh atëherë kryetaren ose kryetarin e kuvendit. Andaj, më shumë është demagogji, është populizëm sa për të shpërlar vetveten, se sa për të bërë zgjidhje. Nëse janë gjatë ne deputet që janë të gatshëm ta zgjedhin kryetarin të cilin e ka propozuar lëvizja vendosje, atëherë mund të ndodhë. Ne shohim që nuk po ndodh dhe nuk janë ata numra. Për ato tema tjera, marrëveshjeve tjera, e thash edhe një herë, por për përsëriti është në logjikën e njëjtë të funksionimit të lëvizjes së vendosjes.